ku tash e disa vite me radhë tavani është i dëmtuar plotësisht dhe një pjesë e plafonit është e hequr tërësisht. Ka pas probleme, 15 vjet bike ujt ideja, se vjet e dytë me shembull lastikë shkollë të poshtë, shtafja poshtë me ujë. Por jetë një koni pikuj, që nuk është funi botës. Jemi pikërisht përballë qendrës për punë sociale në Prishtinë, ku tash e disa vite me radhë tavani është i dëmtuar plotësisht dhe një pjesë e plafonit është e hequr tërësisht, e cila po rrezikon qytetarët të cilët e frekuentojnë këtë pjesë, si dhe punëtorët të cilët punojnë këto. Sipas disa punëtorëve, kur ka rreshje të mëdha të shiut, këtu po shkaktohen probleme të shumta të cilat po e rrezikojnë edhe mbarvajtjen në këtë qendër. Sipas drejtorit të kësaj qendre, ky problem është prej vitesh me radhë dhe asnjëherë nuk është intervenuar për të sanksiunuar, por sipas tij sansimi i dëmave nuk është pjesë e përgjegjësisë së këtij institucioni. Ka pas probleme, 15 vjet bike ujt ideja, se vjet e dytë me shembull lastikë shkollë të poshtë në shkollë. Shpërthyn dikun to mushkë me ujë, mushtafja poshtë me ujë, dhe në shiktumisht kur rrjell se të shkja në sen pikar. Se kjo ka vetë losha. Ki parasysh është, prej këtë banesë, dera dhe në banesë, kreta ja. Dhe vjen dera që të, se ka vë sociale. Që e ka izoluaj poshtë, rezerva, se e nuk gjatë e poshtë. Nuk është e rëndësisë veçantë kjo pjesë, është por jetë një koni pikuj, që nuk është funi botës, që por jetë një pikuj, që na s'punarim kur për rasteve të punu,